Të gjithë keni dëgjuar për ujin me limon, por ja çfarë nuk ju kanë treguar. Konsumimi i tepërt i ushqimeve ose pijeve me aciditet të lartë, të tilla si limoni me ujë, shkakton një kontakt të gjerë acid me dhëmbët tuaj dhe kjo do të gërryej smaltin e dhëmbëve dhe do t'i bëjë ata më të ndjeshëm. Shumë ujë me limon mundet që të shkaktojë urth ose të përkeqësojë gjendjen ekzistuese. Urthi ndodh kur muskull unazori i ezofagut midis ezofagut dhe stomakut tuaj nuk punon siç duhet dhe acidi nga stomaku juaj lëviz përsëri në ezofag, një proces i njohur si zbaticë. Në raste të rralla, uji me limon mund të ketë efekt diuretik. Limonët kanë shumë vitaminë C dhe kjo lëndë ushqyese njihet për vetitë e saj diuretike që do të thotë se rrit prodhimin e urinës në veshka duke ndihmuar kështu trupin tuaj të eliminojë më shpejt lëngjen dhe natriumin. Ju nuk keni nevojë që të shkoni në ekstreme për ta bërë këtë gjë.